Tha Allahu Gjelal, përgatitja më e mirë është takvalloku dhe tha wattaquni ya ulil albab, më keni frikë mu, o ju që keni mend. Takvalloku lidhet me inteligjencën e njeriut. Që i bi o vllazni, sa ma takva që është një njeri, aq ma inteligjent është. Dikush ka mundësi me thonë, o, gabim me kim, duket. Pse? Po filan haxhia shumë takva është, po dy sene si tim për jetës. As i punësën të asos. I themi, gabim me ki matematika në vlla. Cili është më i mençëm? Ai që punon për një jetë pa fund, apo ai njeri që punon për një jetë 50, 60 vjet, 70 vjet, 80 vjet, 100 vjet me fund? Cili është më i mençëm? Çka dush që bën për një jetë për 60 vjetëve, 100 vjetëve, një ditë ka me marr fund. Çdo investim që e ke bën, një ditë ka me përfundu. Çdo angazhim dhe lodhje që e ke dhënë, një ditë ka me usos. Ama ai që punon për një jetë pafundshme, ai sigurisht është më i mençuri. Ai që e shet dynjan e kësaj bote për të fitu ahiretin, ai është i mençur. Andaj tha Allahu xhallahu wattaquni ya ulil albab, më keni frikë mu, o ju njerëz e mençur. Edhe mençuria më e madhe është takvalloku o vllazni. Andaj xhehenemlit kur të hinë xhehenem, çka kanë me thonë? Kanë me thonë, law kunna naqilu au kunna nasma'u, ma kunna fi ashabi sayr. Me pas logjiku, me pas kon inteligjent, e me pas ndëgju këshillën e pejgamberëve dhe ulemave mas tyre e Kur'anit fisnik, na sot nuk do ishim banorët e xhehenemit. Do thotë ata tru kanë pas, ata kanë mendu, ama për jetën e kësaj bote veç e kanë harxhuar tru. Andaj për këtë tha Allahu Xhelal, ya'rifuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Ata e din pjesën sipërfaqësore të jetës së kësaj bote, kurse ahiretin krejt e kanë neglizhu, e kanë haru. Andës është i mençur ai njeri që din për dynjan, e haron ahiretin. I mençur është ai që punon për jetën pas vdekjes. Andaj ai haxhi që dy punë sipas tejes del me Isos, ama e ka kuptuar se kjo jetë është me fund dhe se çka investojmë këtu për jetën pas vdekjes është investimi më i madh dhe më i mirë, ai që ka më inteligjenti për gjithë neve.